Duke diskutuar. Po mundohem. E para, media sot operojnë në një mjedis ku duhet me konkuru me influencerin, duhet me konkuru me spin doktorin, duhet me konkuru me zyrtarin e PR-it, edhe të tjertë në të njëjtin kanal, në media sociale. Edhe idiotën e reality show-it, visë mos më harro. Edhe këto të lutem, gjithsesi. Bashkë me këtu, do më thënë, media serioze duhet me konkuru në të njëjtin kanal. Në TikTok, në Facebook, në media tjera sociale. Edhe kjo është, e ka bërë një presion mbi median. Presioni për me prodhu përmbajtje e cila shkon ka pak ka senzacioni. Jo domosdoshmë nga argumentimi, nga diskutimi i argumentum. Kjo është vërejt në shumicën e studiove televizive, pastaj që ka pas një numër të zakonshëm të njerëzve që dalin flasin për gjitha temat. Unë kam qef me i qujt gjitholog, në kuptimin që ata japin mendim edhe për ato se çfarë ndodh mes Korisë të Jugut edhe të Veriut, edhe për çështje që ndodhin për çështje sociale në Kosovë, edhe për sportin, edhe për gjitha gjanat. Shëndetësinë posaçërisht. Kanë mendim. Çështja është kjo, mendim kemi secili, por mendim të kualifikuar, ose mbi një përvojë të caktuar, ose mbi një shkollim të caktuar, ky është dallimi i personave që duhet të flasin në sferë publike. Po, çka ka ndodhur në këtë situatë? Na I kemi tash, mos keq kuptohem këtu prej publikut, as prej askujt gazetar që kanë dalë me fol, kanë drejtën e dunjas në kuptimin me mendim të tyre. Në kuptim, liria kushtetuese. Absolutisht. Por, të njëjtit gazetar kanë jep mendim edhe në kohën kur është publikuar afera Pronto. Por çfarë ka ndodhur? Këtu kemi pas një mungesë, një abstenim të faktorit opozit, që nuk e ka qenë më tutje këtë çështje. Qysh nuk e ka qenë më tutje? Nëse veç e marrim shembullin e vetëvendosjes në opozit, nëse një skandal është publikuar sonte, nesër i ke pas 2 konferenca, një aksion simbolik, mundësisht një protestë të realizuar. Edhe që ti lezu në kuvend. Po, përveç kuvendit, gjithsesi. Tash këtu ne kemi totalisht një mungesë të kësaj. Çka ka bo mungesa e opozitës në çështë lëvizje të diskursit publik, ka bo që diskursi publik të bie mbi këta persona, që njën si analist, gazetar, persona që flasin në emisionet e mbrëmjes. Ideja është kjo, që pa dëshirën e tyne dhe pa merit, këta kanë përfundu si kundërshtar politik. Duke e pranu lojën shumë të rëndësishme që e ka imponu pushteti I Kurtit. Loja ka qenë kjo që me I prezentu si kundërshtar politik, edhe në terenin e kundërshtarit politik, lëvizja vetëvendosje mund këndo, I ka mujtë edhe partit, I ka mujtë edhe analistat. Pse? Sepse kjo është me shti gazetarin, analistin, opinionistin, në garë me politikanin, në kuptim të përkrajës publikut, është e barabartë si kur me shti një basketbolist me lujtë futbol. Dhe më dhënë është komplet në teren tjetër, edhe duke, përveç që e kanë sportin, përbashkë këtë kërgjë tjetër. Aj me regullat futbolit të mund, se sartë e prekshti do. Po, edhe kjo është një ndryshim që e kemi pas. Pra, këtu tash është një element tjetër që është aja që një si gjuha antimedia që këj pushtet e ka përdur. Edhe që ka ndiku masnej që ajo gjuha antimedia me u pasu nga militant të tyre, nga përkras tyre në media sociale. Krejt që kjo çështje, masnej këtu kanë kontribu shumë edhe kualiteti I analizave. Këtu kësha dosh me unal pak, sepse ndoshta nuk I kena shumë vëmendjen që ka quajmë analizë, edhe që ka është... Qësoj të I kthejmë... Pamflet. Po të premtoj që I kthejmë ma vonë për një arsye. Për shkak se... Veç edhe që të faktur të shpikoj. Jep, po është lirë. Okej. Pra, ideja është kjo që kur kemi njerëz që a priori ka një paragjykim dhe atë paragjykim tentojnë me mbështet në disa fakte me dalë me thonë publikisht, kjo është mënyra që është ndërtohet pamfleti, gazetari. Nuk e kemi dëgju si shpreje mëti për shkak se është tipike, ka qenë tipike kohën e gazetave, jo shumë për televizionin, po nëse I dëgjën disa prej këtyre personave që flasin, ata flasin më shumë si pamfletist, sesa si analist, ose si persona që bëjnë një opinion caktuar në një fushë caktume. Krejt kjo, unë du me ndo gazetarët këtu, në këtë çështje, për faktin se gazetarët janë ata që bëjnë raportimin, I cili unë besoj që është ndër më të mirët në Ballkanin Perëndimor.
Edhe këto duhet me bët qartë për publikun, domethënë, sepse shpeshherë kemi një publik që nuk i dallon këto gjona dhe masen kemi shumë. Kjo gazetar punën e kryen mirë, e vërteta është që njerëzit e cilë dolin në televizor nuk janë gazetar krejt, po edhe që kjo është mandej pse disa njerëz në rrjete sociale